Me të thirë fillim se tash po kujtohet Shqipnia e viteve të komunizmit. Me që të kapuq, Che Guevara, shoke kapuq. A se ke di që ke kryja? Jo, dhe jam mësu dhe sot e kam ditë veçante dhe maj me vete, për kjo është Qeluma. Qeluma? A ti këtë thënë të ne, që bërë që ku është? Okej. Po, Qeluma. Qeluma? Qeluma, po. Pse luma? Sepse... Krahin e lumës për përmena? Krahinës lumës, unë e kam edhe emrin Ilir Luma. Ilir Luma? Po, stage name në Hollywood. Në film, okej. Jo vetëm film, po dhe stage name, e kam në gjitha filmat Ilir Luma. Në Amerikë njohin si Ilir Luma, po. Fazlir Bardhoci. Po, Ilir e kam ndryshu kur jam bo Ilir, okej. E kam ndryshu zyrtarisht në Amerikë, ndërsa Luma është për nder të vendit që unë jam lind, jam rritë, e kam për nder, sepse mbaj atë gjak edhe atë trimnime veti ka dhe që shkuj. E përvena jam bo Ilir, pse kur ke qeni rëbruar? Gjithkohës. Edhe faktikisht vazhdojt sot të jemi rëbruar sa herë që shkelin tokën shqiptare, por kur jam në Amerikë jam Ilir. Kur jam tokën tonë si Ilir? Ja. Na ka dënu Zotin e shqiptarëve, na ka dhonë një vend kaq të mirë edhe që ta gëzojmë, ne me breza, miliona vjetë, ta gëzojmë. Por fatkesisht jemi ne ata vetë që e prishin vendin tonë dhe jemi dënuar vendin tonë.